Kemi gjysmë me vërtet, sepse LDK-ja me pas ndërtu proces politik me PDK-n, mundësinë e ka pas me ndërtu qeverisjet e Pakicës. Ka qenë ofertë edhe insistuese e liderit tash ish kandidati nominum për kryeministër në 2-3 raste publike ftesë e cila ka ofru garancione politike, që nëse LDK-ja mbështet emrin e tij, ai është i gatshëm me ndërtu qeverisjet Pakicës. Ne kemi thonë në këto rregulla, në këtë format edhe në këtë proces politik, nuk po shohim mundësi tjetër pas që me prit partinë e parë me ndërtu qeverisje në formën edhe mënyrën që është prit me ndodhë përmes një bashkëpunimi. Nuk keni mundur të bëheni me vetëvendosjen, po e keni kërkuar PDK-n në çfarëdo variante? Jo, pse s'e bërë me vetëvendosjen? Ne kemi kërku me qenë gjithë bashkë. Nuk jemi tregu gjithë përfshirës, jo përjashtues. Të e njohë rolin e të parit në propozimin tonë. Ne nuk kemi thonë kjo është formula politike që ne dojmë udhëheq. Ne kemi thonë kjo është formula që ne po afrojmë rolin tonë, agendën tonë, periudhën kohore në cilë do të me bashkëpunu, edhe ulmi bashkë për formatin edhe përfaqësimin e diskutojmë bashkë. Nuk ka pas kur gjo. Kja që zoti Kurti e thot këto të jo, është loj politike që i shkon për shtati konsumit politik në zgjedhje, sepse edhe kësa here po i shef zemrat si numra. Jo me 500.000, po me 600.000 vota së në ban institucione vetë në Kosovë. Kjo është fryma kushtetuese, formula nuk ta jep, duket që numrat japin mundësi fuqi, po sistemi zgjedhor në Kosovë, legislacioni në Kosovë, formula zgjedhore në Kosovë, mënyra se si menaxhohet, edhe mënyra çfarë demokracie parlamentare kemi vendosur, ne nuk ta jep mundësinë që si partije vetme me funksionu. Ose ka me zgjedh partinë e dytë, që nuk e thot këto, ose partinë e tretë, që nuk e përmend, LDK si ka bot 2 oferta që ne, edhe në këtë rast, do të thonë, ne kemi vlerësu. Që dhe është vlerësimi jonë. Vlerësimi jonë është të mos përfilës fare? Jo, e kena trajtu seriozisht, edhe letrën e parë. Si kene shkuas takim o zoti Aziz? Edhe letrën e dytë është trajtu, edhe momentin që është diskutu edhe është vendosur, për shkak të mosbesimit politik, ne nuk kemi pa rrugë për bashkëpunim. Kjo ka qenë përgjegjja e zotit Lumir Avdixhiku. Kur gjë tjetër nuk ka pas, nuk ka qenë refuzim ose ignorim i letrës e ofertës politike. A keni vijat kushte? Ne kemi pas provoj bashkëpunimi 2 vjet.